Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm në podcastin e lajmeve të vërteta. Këtu do gjejmë aktualitete të titujve kryesor sot në botë, komentime dhe analiza, sikurse dhe inkurajim ka urtësia e shkrimeve të shenjta, për të marrë një perspektivë jo vetëm logjike, po edhe shpirtërore. Dhe le të flasim për disa lajme. Dhe fillojmë pikërisht me luftën në Iran, pra konfliktin Iran-Izrael-SBA, i cili ka hyrë në fakt në ditën e 35-të. Ju kujtohet parashikoj në fillim si diçka e thjesht, diçka kalimtare, një ekskursion në fakt, u përmend diku në lajme, po ja që kaloi muajin, ka hyrë praktikisht në muajin e dytë. Dhe në fakt shohim një përshkallëzim fatkeqësisht të këtij konflikti dhe luftime që po kalojnë intensitet të lartë. Ka krau tjetër, shohim që konflikti përhapet edhe në rajon, fatkeqësisht kemi përshkallëzim dhe zgjerim të luftimeve nga grupi Houthi, pra të Yemenit, të cilët njoftuan sulmin e 4 me raketa drejt Izraelit, ndërsa grupimi tjetër i Hezbollahut në Liban ka hyrë në luftë zyrtare, le të themi, praktikisht në mbështetje të Iranit. Dhe luftimet kryen kryesisht në Liban. Pra, ja ku kemi disa shtete në rajon që janë të përfshira. Përsa i përket lëvizjeve diplomatike, ka një lajm të mirë këtu, që shpresojmë shumë, është pikërisht Irani dhe shteti i Omanit. Kujtojmë që Omani ka qenë i përfshirë edhe në fazën e negociatave midis pikërisht Iranit dhe Amerikës, para se ky luftim të fillonte. Dhe tashmë shohim pikërisht Omanin dhe Iranin sërish, të cilët tashmë po negociojnë një draft marrëveshje për monitorimin e lundrimit në ngushtisën e Hormuzit, që është dhe pika kryesore në fakt dhe më e rëndësishme për ekonominë botërore në momentin që flasim. Pra impakton direkt të gjitha ekonominë botërore, sepse ka rreth 1/4 e eksporteve të energjisë globale. Pra këtu kalon nafta, gazi dhe lëndet e para që shërbejnë për prodhimin e energjisë, dhe e kuptojmë dashurmi që me një energji të shtrenjtë gjithçka shtentrohet, domethënë si fabrikat, prodhimi, përpunimi, të gjitha kërkojnë energji. Dhe kur çmimet e energjisë rriten, të gjitha rriten. Të gjitha produktet, përfshi dhe ushqimet. Ushqimet të cilat kanë qenë temë e dieshme në fakt në organizatat financiare më kryesore në botë, FMN-ja, OKB-ja, e të tjera të cilat u mblodhen, patën pra këtë mbledhje dje që tham, dhe diskutuan pikërisht ushqimin, sigurinë ushqimore në botë. Pra kemi hyrë pikërisht në këtë periudhë që nuk ishte dëgjuar pas luftës së dytë botërore e deri në këto vite që jetojmë, pra nga 45 deri më sot, nuk diskutojmë më siguria ushqimore, po ja që është bërë temë e ditës. Por thamë që ky zhvillim është pozitiv, Iranit dhe Omanit, të cilët kanë rihyrë negociata, por me një draft marrëveshje, pra siç tham, për monitorimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Pra shohim një optimizëm në tregje. Por është i përkohshëm të shohim sa do zgjasi dhe si do shkojë negociata. Dhe ndërsa negociatat kryen, çmimi i naftës shënon rritje rekord pas deklaratave të presidentit Trump se SBA-ja mund të vijojë sulmet edhe për 2-3 javë të tjera, nëse nuk arrihet një marrëveshje, sikurse ai deklaroi në konferencën për shtyp. Ndërkohë kemi lëvizje edhe nga OKB-ja, për Organizata e Kombeve të Bashkuara, të cilët priten që të votojnë sot mbi një rezolutë për të garantuar lundrimin në Hormuz. Pra, këtu është fokusi kryesor i momentit, sepse kemi dy konflikte të mëdha botërore, këtë në Iran dhe atë në Ukrainë, ndërkohë që bllokohet një ndër ngushticat më kryesore për tregtinë globale, pra ngushtica e Hormuzit. Dhe kalojmë tek ajo që prekëm pak, konflikti në Ukrainë ka hyrë në ditën e 1500. Pra 1500 ditë po luftohet. Kemi sulme të reja masive, mbi 20 goditje në qytetin e Kharkivit, brenda 24 orëve të fundit. Pra forcat ruse vijojnë të kryejnë sulme intensive dhe avancime gjatë natës dhe gjatë ditës, duke përfshirë dhe raketa balistike. Ndërkohë
kemi kundërpërgjigje edhe në Ukraina, e cila ka vijuar me një strategji ndryshe, duke shmangur, le të themi, sulmet frontale, por duke goditur infrastrukturën energjetike ruse. Dhe në fakt ka na thuhet, në lajme raportohet që rreth 100.000 fuqi janë goditur, më saktë janë neutralizuar, na thuhet, si kundërpërgjigje e Ukrainës. Pra, Ukraina vjen të godasi asete energjetike, pasi sipas tyre këto asete ndihmojnë për të financuar luftën. Dhe shohim që si kundërpërgjigje këtyre sulmeve, Rusia vendosi një embargo të përkohshme të eksportit të benzinës për të stabilizuar tregun e saj të brendshëm. Me rëndësi, dashur miq, për të përmendur është që ka humbje si nga pala ukrainase si nga pala ruse. Pra, në të dy anët ka gjakderdhje. Ka sulme në Ukrainë, po ka dhe sulme nga Ukraina, sidomos nëpërmjet dronëve. Dhe ç'është më e pazakonta është që një pjesë e mirë e këtyre sulmeve me dronë janë kryer nga vende europiane, sidomos në Europa Veriore, ose ato që njihen si vendet baltike. Dhe kjo është diçka në fakt e rrezikshme, sepse mund ta përshkallëzoj konfliktin edhe në Europë, por fatmirësisht, lavdi Zotit, nuk kemi pasur reagime që mund të çojnë drejt i përshkallëzimi nga autoritetet ruse. Ndërkohë bisedimet janë të ngecura, bisedime trepalqe, pra Amerikë, Rusi dhe Ukrainë, të cilat nisën sidomos pas sulmit që u krye në rezidencën presidenciale për të presidentit rus, gjatë kohës që negociatat kryeshin, pra bisedimet gjatë fundvitit kaluar, pra në dhjetor, kujtojmë se pati një sulm me dron për si një atentat ndaj presidentit të Rusisë, dhe kjo e përkeqësoi klimën e negociatave, ku kuptohet një valë të ngritur mosbesimi, ndërkohë që në seanca tjera negociatash patëm atentatin ndaj njërit prej negociatorëve rus nga pala ukrainase në Moskë, ku atentatorët u arrestuan, dhe të gjitha këto sulme pra u caktuan si një lloj pabesie, domethënë. Pra këtej negociohet, këtej sulmohet. Pra një skenar i ngjashëm me atë që ndodhi në luftën ndaj Iranit, ku negociohej dhe këtej pasaj godit. Pra keqardhje për të gjë, dashur miq, që shohim nivelin e diplomacisë të rënë si asnjëherë më parë. Shohim më shumë prepotencë, shohim më shumë imponime dhe, si të thuash, marifete ose kurthe, ndërkohë që diplomacia gjithmonë ka qenë çelësi i zgjidhjeve të konflikteve. Dhe kuptohet që ne si besimtar, pra si të krishterë, jemi thirrur për paqe. Dhe të paktën na politikanët tanë duhet të presim gjithmonë dialogun, pra dialogun dhe diplomacinë. Pra forcën e fjalës dhe jo fjalën e forcës. Dhe pse i themi të gjitha këto? I themi sepse këtej vijnë konfliktet tek edhe ngërçe diplomatike, dhe sidomos kontinenti jon, pra Europa, që ka qenë kaq e njohur në historinë e saj, në tradita, si një kontinent që përçonte qytetari, përçonte diplomaci, tashme e shohim shumë poshtë në këtë nivel, të dashur miq. Ka disa vite që Europa nuk ndihet në këto çështje dhe thuajse nuk konsiderohet, por shohim në fakt, për të thënë realitetin, pa dashur ta teprojmë në komentime, shohim tamam gjuhën e forcës dhe të pabesisë. Negociata të cilat kryen jo për zgjidhur problemin, por si manovër luftarake, pra si strategji, siç i themi në Shqipëri, për të hedhur hy syve kundërshtarit në mënyrë që ta kapësh të papërgatitur dhe ta godasësh. Dhe patjetër që kjo klim do sjellë kundërpërgjigje shumë të mëdha nga palët e tjera, sikurse ka ndodhur në Rusi dhe po ndodh edhe më shumë fuqishëm në Iran. Pa Irani vjen të deklarohet përsërisi që nuk ka më besim, domethënë, nuk ka më besim tek Amerika në rastin konkret. Dhe të paktën
shohim këto zhvillime pozitive që të paktën kanë komunikime me palë të dyta, të treta, si nga ana ruse, të cilët vijnë të komunikojnë me palën amerikane nëpërmjet kanaleve jo formale për çështjen e Ukrainës, sikurse edhe nga Irani, shohim që ata vijnë të komunikojnë me shtete të dyta, të treta, me palën amerikane, kryesisht prej Pakistanit, Omanin e shohim sërish. Të paktën ka një farë dialogu, domethënë, ndonse informal, dhe shpresojmë që ky dialog të rritet deri zoti. Europa gjithashtu të rimarri rolin e saj diplomatik dhe jo të mbaj anë, pra nuk i takon Europës të mbaj anë, sepse ka qenë gjithmonë si, të paktën historikisht flasim, falë vlerave të saja, traditës së saj, ka qenë gjithmonë ai vendi që neutral, që përpiqej për paqen ose të paktën për kompromise në botë. Ndërsa sot duke mbajtur anën, pra dukshëm anën e Ukrainës, shohim edhe një polarizim në Europë. Ndërkohë shohim shtete të tjera si Italia, Spanja, Franca, ndërkohë që dalin kundër Amerikës. Pra shohim një polarizim dhe përçarje në thuajse çdo kontinent të dashur miq, dhe kjo do thoja unë është pasoja kryesore e kësaj krize që po ndodh edhe do përshkallëzohet nëse nuk ndryshojnë qëndrimet. Gjithmonë besojmë dhe për të kuptuar gjërat e mëdha, kuptohet duhet të nisemi nga gjërat e vogla, pra është një parim filozofik ky, që mëson në fakt edhe Shkrimi i Shenjtë në Bibël. Pra kush është besnik në të vogla, është besnik në të mëdha. Dhe nëse dy njerëz janë në konflikt, një palë e tretë që hyn, nëse ka vullnet të mirë, duhet të hyjë për t'i pajtuar këta njerëz, të paktën të arrijë një kompromis ose të paktën mos përplasen më. Por nëse një palë e tretë hyn dhe mban krahun e njërit, atëherë çfarë ndodh me atë tjetrin që nuk ka dikë në krah? Do të thotë ai tjetri do gjejë dikë në krah dhe do kthehet për të goditur sërish këta të dy që janë bashkë. Pra kjo është çështja dhe ajo që do thoja unë nga pikpamja ime është që ka rënë profesionalizmi në politikë. Pra politika ka hyrë në disa faza burokratike të mëdha dhe ka humbur, domethënë flitet për ideologji, por nuk ka më ideologji. Ka vetëm interesa dhe ka dalë hapur, si thuash, pra nuk ka më diplomaci. Nuk ka më diplomaci dhe në një anë është mirë që flitet hapur, por nga ana tjetër njerëzit kërkojnë shpresë, njerëzit kërkojnë përfaqësim. Dhe parimi gjithmonë i politikës është që politikanët të përfaqësojnë popullin, të përfaqësojnë shumicën. Kjo është demokracia që ka ndërtuar bota deri më sot, dhe është ndërtuar me shumë sakrifica. Pra gjithmonë vullneti i shumicës. Por nëse shumica nuk kërkon luftë, ndërkohë që ndodhin luftra, atëherë këtu ka një problem dhe krahas krizës pra ekonomike, kemi dukshëm edhe një krizë politike në botë. Dhe që mos e zgjatemi, vijojmë me atë që ndoshta na intereson veçanërisht, është ndikimi global i kësaj krize energjetike, që po rritet, dhe inflacionit që po rritet. Pra sa ndikon politika në jetën tonë, dhe fiks në një ditë të vetme arriti çmimin $112 nafta bruto, ndërsa nafta që njihet si Brent kaloi në $140. E pa imagjinueshme. Kjo përbën rritjen më të madhe ditore që ka ndodhur ndonjëherë gjatë historisë moderne që ne njohim, sikurse edhe nga fillimi i luftës. Dhe tregjet gjithashtu i trëmben ose i druhen, le të themi, më tepër bllokimit afatgjat të ngushticës së Hormuzit. Pra, nëse ajo ngushticë vazhdon të jetë e bllokuar, problemet do jenë të paparashikueshme në fakt. Dhe këtë thot në fakt edhe Banka Qendrore Botërore, në fakt flet më tepër për inflacionin në një kohë kaq të vështirë për ekonominë globale sipas tyre, duke i bërë më të mundshme rritjen e normave të interesit dhe duke ngadalësuar rritjen ekonomike. Pra rriten normat e interesit në bank, ndërkohë që ngadalësohet rritja ekonomike. Dhe le të kalojmë në një analizë, dashur miq, ndonse prekëm pak më parë ku
ndava atë reflektim mbi krizën politike që po ndodh aktualisht, ku kanë humbur parimet e pajtimit, apo të negociatave, apo qoftë të kompromiseve, dhe është kaluar një politikë thjesht taktike ku mbahen krah, dhe kjo ka sjell polarizimin dhe rritjen e konflikteve, ndërkohë që roli sidomos i Europës duhet të ishte për qetësimin e tyre. Analiza dhe komenti për sot është pikërisht që pse po rritet konflikti pavarësisht thirrjeve për paqe. Kemi thirrje për paqe, kurse prekëm disa lajme, pra në teori, kurse në praktik agravohet lufta, përshkallëzohet lufta. Ky besoj e kuptojmë gjithë që është një paradoks, është paradoks i dukshëm që po ndodh. Besoj e kuptojmë të gjithë të gjithë, dashur miq. Në të dy konfliktet, pra si në Ukrainë, si në Iran, shohim që palët po përshkallëzojnë luftën, ndërsa zyrtar po negociojnë paralel. Pra këtej negociohet, këtej përshkallëzohet luftimi, në vend që të ulet. Pra çfarë mund të kuptojmë nga gjithë kjo? A ka një zgjidhje të shpejtë kjo situatë, siç po përflitet? Unë do thoya ndoshta jo. Pra nuk ka zgjidhje të shpejtë. Pra tham, këtu flasim vetëm lajme të vërteta, nuk bëjmë as propagandë, as pesimizëm, përpiqemi të shohim realitetin sa më thjesht në bazë të analizës dhe këndvështrimin shpirtëror që do dalim edhe aty pasaj të marrim një urtësi edhe nga shkrimi i shenjtë, pra nga Bibla, për të marrë një pamje sa më të plotë dhe inkurajimin e kësaj dite. Pra ndoshta jo, nuk do kemi një zgjidhje të shpejtë konfliktit, sepse shohim që çmimet e naftës tregojnë se tregjet financiare janë në një lloj kaosi, le të themi, dhe tentativat e tyre janë që mos të arrin kolapsin. Sepse shqetësimet janë pikërisht për lëndën e parë, për furnizimin. Pra ku nuk ka furnizim, nuk ka energji. Ose ka pak energji, bëhet si ujet e pakët, si themi në Shqipe, dhe i rritet çmimi. Rritet çmimi i energjisë, rritet çmimi çdo produkti, çdo gjëje. Dhe pikërisht ky është ndoshta aspekti që na prek që të gjithëve. Sepse kush po e paguan të gjithë gjë? Kush po paguan çmimet të lartë? Është pikërisht ajo që shpesh neglizhohet nga politikanët dhe na le të themi konferenca mediatike, mesazhet që jepen apo analizat e luftës. Neglizhohet pikërisht ndikimi mbi ne, njerëzit e zakonshëm. Pra në fund ne e paguajmë çmimin. Pra konsumatorët janë ata që në fundit e ndjejnë këtë gjë. Për shumë njerëz, çmimet e larta të ushqimit dhe energjisë po bëhen çështje mbjetese sot që flasim. Dhe pikërisht në këto kohë trazirash të dashur miq, dhe kalojmë këtu tek pjesa e inkurajimit, vlen që të përmendim jo vetëm ato çfarë thon njerëzit, po edhe atë çfarë thot Zoti. Dhe nga shkrimi i shenjtë, pikërisht nga letra e profetit Isaia, lexojmë sot në kapitulli 2 vargu 4 për të marrë urtësinë e Biblës. Dhe për ta parë gjithë kaosi po ndodh me sy shpirtëror. Dhe le të lexojmë vargun 4 në kapitulli 2 Isaia, ku thuhet: Ai, pra Zoti, do të sigurojë drejtësi midis kombeve dhe do të qortojë shumë popull. Do t'i farkëtojë shpatat e tyre, duke i kthyer në plugje, dhe heshtat e tyre në draprinj. Një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër, dhe nuk do të mësojnë më luftën. Në ditë kur dhuna dhe konflikti dominojnë lajmet, si këto ditët e sotme të dashur miq, ky varg profetik na kujton se ekziston edhe një vizion tjetër për botën. Pra ekziston edhe një alternativë tjetër, një zgjedhje tjetër, një vendim tjetër. Dhe kjo zgjedhje është e vërteta. Dhe vërteta na jepet në fjalën e Zotit, që ne sapo lexuam një pjesë. Fjala e Zotit nuk është thjesht lajm, është vizion.
Dhe ka diferencë shumë të madhe midis lajmit që është informacioni dhe të vërtetës që është vizioni që Zoti ka për këtë botë. Pra ne shohim çfarë ndodh tani përkohësisht, po shohim çfarë ka planifikuar edhe krijuesi i universit në plane afatgjata. Dhe ky vizion, të dashur miq, që na jep Shkrimi i Shenjtë, nuk është thjesht një ëndër e largët. Dhe më saktë nuk është fare ëndër. Është në fakt premtim i një realiteti që do ndodhi. Është një premtim profetik dhënë nga Perëndia përmes profetit Isaia, mira vite para kësaj dite ku ne po flasim, ku ne po komunikojmë. Pikërisht, jo vetëm për ta inkurajuar për të kohë vështirësish, po për të na thënë çfarë do ndodhi praktikisht në të ardhmen, në një kohë që Zoti ka planifikuar që do ndodhin këto gjëra. Ku na thuhet që mjetet e shkatrimit nuk do të ekzistojnë më. Dhe jo vetëm që nuk do të ekzistojnë këto mjete, por ato do të shndrohen, këto mjete, në mjete të jetesës. Në mjete që mbjellin vdekjen, në mjete që mbjellin jetën. Sepse kështu duhet të ishte. Dhe kështu e ka krijuar Zoti gjithë ekzistencën. Por për ata që dinë historinë nga Bibla, njerëzit ranë në mëkat dhe shkatruan planin e krijimit, por njerëzit ende mbajnë pjesëzat krijuesit të tyre në shpirtrat e tyre. Dhe prandaj vlen të kujtojmë atë që Perëndia ka premtuar për ne. Sepse kjo jo vetëm që na e besim, optimizëm dhe shpresë, por ama na jep atë alternativën tjetër që tham, që mos shohim vetëm çfarë ndodh fizikisht në botë, po të fillojmë të shohim dhe gjërat shpirtërisht. Sepse po fillojmë të shikojmë shpirtërisht, do shikojmë realitetin e padukshëm që ekziston edhe tani që flasim, por është i padukshëm për ne si trupa fizik në hapësirë dhe kohë. Por këtu Perëndia na premton që të padukshme do ta bëjë të dukshme në një kohë kur të gjithë do shikojnë se si mjetet e shkatrimit do kthehen në mjete jete. Ku ushtrit nuk shërviten më për luftë, sepse s'do ketë më ushtri. Po do ketë vetëm njerëz të mbledhur që adhurojnë Zotin e tyre dhe kanë paqe, harmoni dhe dashuri për njëri tjetrin. Ne, vëllezër dhe motra, si të krishterë, sepse kjo është një shërbesë krishtere, por që është për gjithë botën, edhe për ata që nuk janë të krishterë dhe ata që nuk besojnë, është për t'i dhënë një alternativë tjetër, për t'i thënë që Perëndia ka një vizion për këtë botë, dhe ai vizion do kryhet, do bëhet, pavarësisht çfarë ndodh në këtë botë, ajo çfarë Zoti ka thënë, ajo do kryhet në fund. Çështja është vetëm që ne si njerëz të dëshirojmë të hedhim një hap besimi dhe të bëhemi pjesë e planit të Tij. Sepse nëse nuk jemi pjesë e planit të Tij, atëherë do jemi në një rrugë tjetër, do jemi kundravajtje me planin e Tij. Pra, gjithë ekzistenca njerëzore është që të eci në rrugën e Zotit, të ketë besim dhe të jetë pjesë e planit të Tij. Dhe po thuhet të dashur miq, si të krishterë, mos harrojmë që ne jemi thirrur të jetojmë si paqebërës. Pavarësisht çfarë ndodh, Zoti për ne ka dhënë vetëm një alternativë, të bëjmë paqen. Edhe në një botë të mbushur me përçarje, nuk jemi të thirrur të mbajmë krahun e X-it apo Y-it, apo të bëhemi pjesë e aleancave, jemi thirrur vetëm për paqen. Dhe paqja është term nga puron dhe fjala pajtim. Dhe këtë duhet shpresojmë në këtë botë, që të ketë sa më shumë paqe, sa më shumë pajtim midis njerëzve, por mbi të gjitha që njerëzit, ata që ende nuk besojnë në të vërtetën që na jep Shkrimi i Shenjtë, të bëjmë paqe me Perëndin,
të afrohen që të kenë paqe në zemrat e tyre, sepse Perëndia është mbreti i paqes. Dhe nëse bëjmë paqe me Perëndin, atëre do jetojmë në mbretërinë e Perëndisë këtu në tokë. Dhe nuk do jemi të ndikuar në çfarë ndodh në botë, sepse ajo është thjesht fizike dhe e përkohshme, kurse mbretëria e Perëndisë dhe paqja e tij është e përjetshme. Dhe ndërkohë, ne kemi dhe premtimin që Zoti i paqes do të na jap paqe në çdo kohë dhe në çdo mënyrë. Pra është kaq e mrekullueshme. Të jetosh një jetë me besim dhe mos të trëmbesh dhe mos të lëkundesh nga ato që ndodhin. Gjithçka që ndodh nuk të trondit, përkundrazi të bën edhe më të fortë. Lavdi Zotit, dhe ky ishte podcasti për sot, dashur miq. Ju kujtoj, nëse ju pëlqen ky material, mund ta ndani me miqtë tuaj, mund të jepni like, pra pëlqim, share, sigurisht edhe të regjistrojeni në këtë kanal, pra të jepni subscribe. Dhe ndërkohë, mos harroni, do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Miru dëgjofshim.